Tregon Xhabiri radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar domethënë të suvatohet ose të lyhet me gëlqer vari dhe të ulet mbi të, po ashtu është ndaluar. Dhe të ndërtohet mbi të dhe të shkruhet diçka. Të gjitha këto domethënë i ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ulja mbi të, ndërtimi mbi të, shkrimi mbi të e kështu me radhë. Të gjitha këto domethënë janë të ndaluara dhe kështu kanë vepruar domethënë selefët ridwanullahi alejhim. E nuk guxon thotë shehu Sheikh Zedi rahimahullah që me vendos kandilla ose ndriçime domethënë ose do shenja domethënë që e dallojnë atë varr, se të gjitha këto janë shkaku i fitnes që mundet me çun njeriu domethënë në madharime të vdekurve dhe me përfundu domethënë në shirkiat. Dhe me përfundu domethënë në shirkiat dhe shkrimi mbi to është domethënë në kundërshtim me rrugën e selefu salih, sepse ata domethënë nuk e kanë vepruar një gjë e tillë. Ka prej disave të tabiinëve që kanë pa një gjë e tillë domethënë si të lejuar shkrimi mbi varrezave. Por dietarët kanë thënë, edhe shehu këtu Sheikh Zedi rahimahullah, se atyrve nuk u ka arritur domethënë dalimi për këtë çështje. Tash ti mos mendon domethënë shkosh edhe ka thënë filani kështu, edhe unë e bëj shkrim aty te varri. Sepse El Hakim e thot këtu, e thot Hakim, ka thënë Hakim, fa inna a'immat al-muslimin min sharq ila al-gharb maktubun ala quburihim wa huwa amalun akhadahu al-khalaf an salaf. Domthon Hakimi ka thënë se imamllarat e muslimanëve prej lindje deri në perëndim i kanë varet e tyrve të shkruajtura, domethënë filani bën filani kështu me radhë. Por për këtë mesele Imam Dhahabi rahimullah e ka refuzuar Hakimin. Dhe i ka treguar domethënë se një qëndrim i tillë dhe një mendim i tillë është i gabuar. Është i gabuar domethënë dhe që ka disa që kanë thënë kjo nuk bëhet rrugë domethënë. Por ata justifikohen në atë domethënë që nuk u ka arritur argumenti. Nuk u ka arritur argumenti dhe ndoshta kanë pa një gjë e tillë domethënë që s'prish punë domethënë kanë thënë. Po ajo që është e sakta domethënë, rruga e selefu salih që mos me bë shkrime mbi varrezat dhe siç e shohim këtu domethënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar një gjë e tillë. E thotë shehu Sheikh Zedi rahimullah, e me vendos vetëm një gur për shembull te koka ose do një një dru për shembull të vogël që me dallu varrin, po shehu Sheikh Zedi rahimullah, hadha la harajun fi. Kjo domethënë sprish punë. Kjo domethënë sprish punë. Por sa i përket me bë shkrime, suvatime, ngritja e varrit e kështu me radhë, këta domethënë të gjitha prej rrugëve të shirkut. Prej rrugëve domethënë të shirkut dhe barakallahu fikum që ndoshta ti bëhe shkak që pas vdekjes tënde dikush me ran shirk. E ke bëu suvatimin e atit varrit, e ke ngrit, e ke zbukuru me lloj-lloj materiale, për shembull me granit, a thot granit, me mermer e kështu, edhe pastaj me shkrime ti mbaron jeta jote. Vin njerëz ma vonë edhe u bin sy ai vari që ti e ke zbukuru, që ti e ke ngritur dhe fillojnë ndoshta me bëu shirk aty. Kush ka qenë domethënë aty që e ka shkaktari? Ti ke qenë shkaktar. Prandaj duhet me pas domethënë na robi kujdes që mos me marr pasoja të tilla. Që mos me marr domethënë pasoja të tilla dhe nëse do kishte qenë diçka me rëndësi, çështja e mirëmbajtjes së varrezave, atëherë Allahu subhanahu wa taala i ja kishte shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vendin se ku janë varrezat e pejgamberëve dhe të dërguarve të Allahu subhanahu wa taala. Ku është vari Ademit alayhi salatu wassalam, vari Nuhit alayhi salatu wassalam, vari Ibrahimit alayhi salatu wassalam, kështu me radhë. Nuk i dim domethënë. I vetmi var nga pejgamber që dihet domethënë me
bindje dhe siguri është vari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të tjerë nuk dihen domethënë. As Musait alaihi salatu wasalam, as Jusufit alaihi salatu wasalam, as Jakubit alaihi salatu wasalam nuk dihen ku janë domethënë. Edhe që ka pretendime domethënë që janë vari Ibrahimit alaihi salatu wasalam që është në Beitul Maqdis, edhe aty në obor të Beitul Maqdis, kjo domethënë nuk ka asnjë farë lloj bazë në fenë Allahu subhanahu wa taala. Edhe va kam treguar një herë domethënë atë fjalën e shehut ton të dashur Sheh Esat e Zateri, që normal musliman domethënë e kanë dëshirë të madhe dhe ëndër me shku në Beitul Maqdis dhe lusë Allahun subhanahu wa taala me na mundsu. Edhe kena pyet shehun, sepse ishte nga Palestinë, a ke qenë ndonjëherë, si ka qenë, si është aty domethënë. Shehu na tha, aty zemra e selefiut mërzitet. Ne tham, pse o shekh? Po tha, ka aty në obor, domethënë disa si lloj vareza që ata thonë, edhe thonë kjo është vari Ibrahimit alayhi salatu wasalam, var tjetër kështu me radh, edhe tha njerëzit më shumë shkojnë te ata se sa te xhamia tha. Dhe këtu selefiu tha, ai që ka tauhid, muwahhid, tha mërzitet domethënë. Mërzitet, barakallahu fikum.